Të dashur mirë që atë kemi sërish së bashku dhe do lidhemi tani së bashku me Labenot Kundëshevsi në një lidhje direkte me Skype, i cili është një sociolog nga Kosova, për të na treguar më tepër rreth fenomenit, një fenomen shqetësues, i cili është vrasja mes adoleshentëve dhe duke përfshirë dhe duke zgjeruar pak këtë temë edhe me atë se sa janë baballarët, kryesisht baballarët, por jo vetëm, të përfshirë në jetën e këtyre adoleshentëve dhe se si ndikon marrëdhënia e tyre pikërisht në këtë fenomen. Nëse mundi të lutem regjia. Përshëndetje, dëgjojmë? Përshëndetje, po dëgjojmë. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot dhe për të folur për këtë temë me cila besoj se nuk është as pak e lehtë për të diskutuar. Faleminderit gjithsesi se kënaqësia dhe përgjegjësia është e ime. Faleminderit. Më thoni pak, pse mendoni se rastet e tilla janë më të shpeshta kohëve të fundit, sepse kam dëgjuar, kam lexuar shumë edhe në rrjet se disa thonë se janë raste të cilat janë rritur në numër, disa thonë se janë raste të paraqitura të rritura në numër. Domethënë si fenomen ka qenë gjithmonë. Sipas jush, cila mendoni se është më e vërteta? Po, dhuna është në shoqëri. Pavarësisht prej statusit ose zhvillimit ekonomik ose social që e kanë, pra ne nuk duhet me ndrru një shoqëri kështu pa dhunë, sepse është utopike dhe është e pamundshme, por shoqëritë, sidomos ato perëndimore sot, edhe shoqëritë si jona kjo shqiptare, duhet gjithmonë me bë përpjekje për me ndrru dhe me punë për një shoqëri e cila ka mekanizma dhe instrumente të menaxhimit të dhunës. Pra ideja është jo si ta zhdukum dhunën në tërësi, sepse është e pamundshme për shkak disa faktorëve që do t'i trajtojmë tash, por si ta krijojmë një shoqëri e cila ka mekanizma dhe instrumente të mjaftueshme për ta mbajtur dhunën nën kontroll dhe që dhuna mos me qenë i vetmi mjet i zgjidhjes së konflikteve. Tash dhuna në shoqërinë shqiptare, veçmas në ato kosovare, natyrisht që ka intensitete ndryshme, ka faktorë të ndryshëm, ka dinamika të ndryshme, ku vetëm po kemi pa disa raste që me të vërtetë na kanë shqetësuar dhe ato do duhet me u shndru në një alarm jo vetëm shoqëror, po edhe si më thonë një urgjencë kështu kombëtare dhe shtetërore, sepse bëhet fjalë për sigurinë publike, bëhet fjalë për të ardhmen e gjeneratave të reja dhe bëhet fjalë për formimin e shoqërisë tonë, e që ky formim faktikisht po çalon për shkak disa faktorëve që po e acarojnë atë dhe po e shndrojnë në një shoqëri kështu me mentalitet kriminal, me mentalitet të dhunës dhe me mentalitetin e atij ligjit të fortit në shoqëri. Pra, ka shumë faktorë, por ndoshta faktori kryesor është sepse vetë shoqëria po dështon, vetë shoqëria perëndimore po dështon, faktikisht kanë dështuar elitat kulturore, elitat fetare, elitat akademike, sistemi i arsimit, ne kemi të bëjmë me një sistem arsimi i cili është sistem improvizues. Dhe dhuna nuk zgjidhet me metoda improvizuese, dhuna zgjidhet ose parandalohet përmes strategjive, përmes resurseve, edhe përmes instrumenteve që një shtet, një Ministria e Arsimit i krijon, i forcon edhe i mobilizon ata në për probleme caktuara. Pra, dhuna nuk zgjidhet me populizëm, nuk zgjidhet me folk patriotizëm, nuk zgjidhet vetëm me ligjërata dhe me leksione, mirë po ajo zgjidhet edhe me mekanizma tjerë të kontrollit. Pra kemi të bëjmë fillimisht me Kodin Penal të Republikës Kosovës, i cili është një kod i cili po keq shfrytëzohet nga këta të rinj që kanë potencial dhune dhe që po shndrohen në dhunues dhe kriminal dhe vrasës, sepse Kodi Penal nuk është aq mjaftueshëm i ashpër në raport me ta. Pra kemi gjoba pothuajse çesharake, si ta marrim shembull armbajtje pa leje, ku si dikush nxinet me një armë pa leje mund të dënohet me një gjobë prej 500 euro, dhe kjo gjobë, ky dënim, ky sankcion është jashtëzakonisht si më thon fleksibil për një kriminal potencial, është shumë i dobët, është shumë jo disiplinues, sepse sanksioni duhet me pas edhe një efekt tjetër, jo vetëm dënimi, shpagimi ose hakmarrja ndaj një kriminali potencial, por edhe leksioni që ja jep për çdo dhunues ose kriminal tjetër potencial në të ardhmen. Pra, po ashtu edhe tek dënimet për vrasje të caktuara, sidomos ato të qëllimshme, ku për shkak të rrethonave të ndryshme lehtësuese, njerëzit që bëhen kriminal dhe vrasin të tjerë, marrin në qafë njerëz, marrin në qafë shpirtra të tjerë dhe krijojnë si precedente të dhunës, edhe krijojnë konflikte ndërmjet familjeve. Kemi pa raste ku për shkak të rrethonave ndryshme janë dënuar me 5 vite, 10 vite burg, dhe ky mekanizëm dhe ky ndeshjem ka qenë jashtëzakonisht
i dopt edhe thjesht shteti nuk e ka tregu dorën e fortë por ballë këtyre kriminalëve, sepse ne duhet me pas të qartë një gjë se dhuna nuk është natyrshmëria e njeriu, nuk është as vullnet hynor, dhuna është produkt i shoqërisë, produkt i mjedisit, produkt i kulturës. Njerëzit pra nuk lindin të dhunshëm, ata bëhen të dhunshëm. Dhuna nuk është pra, si me thonë, në gjenomin e ADN-s së njeriu. Ne rrisim gjenerata që janë të frustruara, të mblefosura, që nuk kanë aftësi për me menaxhu mlefin, frustrimin, konfliktin, pra thjesht pa inteligjencë emocionale, pa inteligjencë sociale, dhe që në një moment të caktuar shpërthejnë, dalin jashtë kontrollit dhe krijojnë situata dhune. Dhe ne jemi ata që po përmes kësaj kulture, kësaj shoqërie dhe këtij shteti mund ta frenojmë, ta disciplinojmë dhe ta balancojmë dhunën në dhunën e kriminalëve potencial. Pra është kompetencë dhe përgjegjësi e jashtëzakonshme e jonë. Sa po bët një përmbledhje të disa aspektive të cilat lidhen me dhunën e përgjithësi dhe më pëlqeu shumë kjo të cilën ju e bët sepse është një temë e gjerë dhe është vështirë për ta përmbledhur. Përmendet edhe disa faktorë të cilat ndikojnë dhe sjellin deri tek dhuna, por kur flasim tek dhuna mes adoleshentëve, bëhet fjalë për të rinj, bëhet fjalë për ata të cilët sapo kanë ikur nga ajo periudha e fëmijërisë dhe janë ende të papjekur, janë ende sapo kanë filluar që të shohin dhe të kuptojnë botën në një këndvështrim më të pjekur. Cilat mund të jenë shkaqet e cilat çojnë deri tek dhunë pikërisht tek adoleshentët dhe tek këto moshatar të rinj? Po faktikisht ne për fatën e keq të kësaj gjenerate të re, të këtyre adoleshentëve, ne jemi duke rrit gjenerata që kanë predispozita për mu shëndru në psikopat ose në sociopat, që kanë probleme me shëndetin mendor dhe që thjesht nuk i njohin disa vlera ose disa autoritete ose disa kufi që janë në favorin e tyre. Po flasim për shembull që nuk e dinë se çka është Zoti, se çka është shteti, çka është institucioni, çka është autoriteti prind, pra ku janë kufit e një adoleshenti, ku janë kompetencat, ku janë të drejtat, edhe shpesh këta adoleshentë ndeshin me konfuzione të ndryshme. Pra kanë konfuzionin kohë, kanë konfuzionin hapësirë, kanë konfuzionin morale, edhe të më thonë e hupin shpesh aksensin e realitetit sociale dhe kryojnë shumë iluzione, shumë mite. Se fatkeqësisht është kriju një mit i cili po shqehet vazhdimisht, sidomos në invazionin e rrjeteve sociale, që të jesh sot njëri i fuqishëm, pra po flas ju i fuqishëm intelektualisht e kulturalisht, por i fuqishëm me forcën, me dhunën, me brutalitetin, me pushtetin, me kontrollin, pra të jesh gangster, të jesh mangop, është të jesh domethënë hap me kohën. Dhe ky është një mit dhe një iluzion që po krijohet në ndikimin edhe të faktorit media, edhe në ndikimin e influencerëve të ndryshëm, të rrezikshëm, edhe vrastar, gllabrues që janë në media, për të cilëve ata ndikohen, dhe shpesh nuk dinë me bë dallimin çka do të jesh, si më thon, edhe prindrit këtu faktikisht e kanë një përgjegjësi shumë të madhe, sepse prindrit nuk po investojnë në pavarësimin e fëmijës, pra në pavarësimin emocional dhe psikologjik të fëmijës, sepse shumë partner futen ose shumë çifte futen në martesë ose krijojnë familje të papërgatitur emocionalisht, psikologjikisht, kulturalisht dhe pastaj dështojnë dhe mendojnë se martesa ose familja është një improvizim ose është një eksperiment social, gjë që s'është e vërtetë, sepse kur familja konceptohet si eksperiment, atëra ajo ka gjasa me dështu. Dhe kur prindi nuk e ka prioritet me pavarësu fëmijën, ai fëmijë ka me dështu, dhe kur prindi saktësisht nuk arrin me ja mbill, me ja kultivu në mentalitetin e tij një fëmijë që sot të jesh është të jesh nxënës i mirë, punëtori i mirë, familjari i mirë, inovatori i mirë, gazetari i mirë, etj, pra me kriju atë brendin pozitiv të qenit në epiqendër të shoqërisë dhe jo të jesh më i fortë i lagjës, më i fortë i qytetit, edhe të krijosh asnjë reputacioni kështu fiktiv të dhunës edhe të brutalitetit, sepse këtu është një vije holl mes këtyre dyjave, mirë po përgjithësi këtu natyrisht që ka edhe vetë institucioni familje. Absolutisht. Derisa jemi tek institucioni familje dhe tek prindërit, do doja që të ndalesha sidomos tek baballarët. E kemi parasysh se ne si shoqëri fatmirësisht ka ndryshuar me kalimin e viteve, por figura atërore mungon në sidomos tek djemt, por jo vetëm, në zhvillimin e tyre emocional, pra nuk janë aq të pranishëm sa supozohet që të jenë, sepse siç e thatë dhe ju, krijojnë familje ende pa qenë të gatshëm për të përballuar me të gjitha ato sfidat të cilat vijnë te kjo te krijimi i një familjeje.
Si mendoni se ndikon dhe ky fakt që baballarët nuk janë mjaftueshëm të pranishëm në jetën e të rinjve, pikërisht tek dhuna mes adoleshentëve? Po sigurisht nëse një prind nuk arrin me kriju rregulla strikte të lojës në familje dhe prindi nuk shndrohet në një lloj autoriteti i cili ka sa përgjegjësi aq edhe të drejta në raport me fëmijën e tij, por nuk e krijon një mekanizëm të vetë kontrollit edhe të disiplinës rigoroze të pa kompromis dhe e lë fëmijën në mëshirë të fatit, në mëshirë të shoqërisë në mirë, në mëshirë të lagjes, në mëshirë të njerëzve që rrethojnë, sidomos në mëshirën e rrjeteve sociale, atëherë ky fëmijë thjesht këtë potenciali edhe këtë energji e tij ka mu glabru, ka me u shkatërru edhe ka me u përdor për si fuqi negative. Pra prindet shpesh nuk janë vetëdijshëm edhe për shkak se ata nuk e dinë fëmiu këndë ka autoritet moral në të vërtetë. Pra kush është ai lideri shpirtëror i një fëmije? Kush është ai influenceri kryesor i një fëmije? A është vetë prindi, që është edhe biologjik, edhe kulturor, edhe familjar, që do duhet të kesh të krejt këto thojza, po them, pushtete, po pra mos tingëlloj kjo si diçka autoritare, por thjesht që edukimi, disciplinimi edhe krimi i mindsetit kështu, të mos vi prej faktorëve të jashtëm, që nganjëherë mund të jenë edhe dashakçenj, mund të jenë edhe tendencioz, mund të jenë edhe ideologjik, kulturor, por thjesht të ketë prindin në kompetencën e tij. Dhe ai këto mundet me arrit nëse komunikon emocionalisht me fëmijën e tij, nëse jep mundësi me u rrëfy. Pra ekziston sot është shumë domethënë ai komunikimi emocional mes prindit dhe fëmijët, ku fëmiu rrëfehet për situatat e tij, për problemet e tij, për konfliktet e tij, për konfuzionet e tij, dilemat që i ka, ose thjesht përvojat e tij ai mban të ndrydhura, edhe i mban të izoluara dhe pa mundësi të komunikimit me prindin, ai ato ka mi rrëfy ose ka mi artikulu në një formë tjetër. Vetëm nëse prindi nuk është adresa e parë, adresa e dytë edhe e tretë mund të jetë shumë më jo adekuate. Pra edhe kjo mungesë e komunikimit po e krijon domethënë këtë farë terreni kaq të papërshtatshëm. A mendoni se kjo mungesa e komunikimit përfshin atë që nuk është në nivelin që duhet pikërisht ky komunikimi mes prindërve dhe fëmijëve, dhe pse mendoni se janë këto barriera kur pikërisht, siç e përmendët e ju, duhet që të jenë tek fëmijët prindërit, ata të parët, vija e parë ku ata do shprehen, do rrëfehen, do kërkojnë ndihmë dhe do kërkojnë ndoshta edhe ndonjë këshill? Për shkak se vetë prindi nuk është i vetëdijshëm për rolin që e ka se përgjegjësinë morale, jo vetëm ekonomike, familjare, financiare, po prindi ka edhe përgjegjësi morale, ka edhe përgjegjësi kulturore, ka edhe përgjegjësi psikologjike mbi shëndetin mendor të një fëmije. Pra, kur prindi e kupton peshën e përgjegjësisë së tij në raport me fëmijën, atëherë shumë lehtë ka me menaxhu një situatë e cila mundet me u përshkallëzu dhe mundet me prodhu ose me shndrua atë fëmijë në një, si me thonë, në një instrument dhune. Pra, këtë varet tek përgjegjësia dhe roli që koncepton një prind në raport me fëmijën, sepse prindi natyrisht që duhet me plotësu shumë të drejta, edhe duhet me qenë human edhe i hapur edhe fleksibil në raport me fëmijën, por deri aty ku nuk cënohet integriteti i tij. Momentin që një prind e sheh që fëmijët po i cënohet integriteti i tij, siguria e tij, e ardhmja e tij, prej disa faktorëve, qofshin ata shkollor, mjedisor, publik, medial, e kështu me radhë, prindi ka një autonomi të vetë për të ndërhyrë dhe për ta menaxhu këtë situatë dhe për ta pasur në kontroll. Prandaj mendoj që në këtë rast prindi duhet me kuptu peshën, përgjegjësinë dhe duhet me reagu në mënyrë të pa kompromis, sepse askush nuk mund ta luajë rolin e prindit në raport me fëmijët. Dhe nëse ne edukojmë këta adoleshentët që në moshë të hershme për disiplinën e tyre, për vetë kontrollin e tyre, nëse ushqejmë të ta mekanizmin e inteligjencës emocionale dhe të vetë kontrollit edhe të komunikimit, atëherë shumë lehtë kemi me kriju siguri për të ardhmen e tyre dhe thjesht mos më na shqetësoj ardhmja e tyre, sepse ata në një kohë do të bëhen të pavarur për të menaxhuar gjitha konfliktet ose situatat e palakushme. Ndërsa nëse ne nuk i pavarësojmë ata në çdo situatë, çdo konflikt, në çdo element dhune kanë me dështu. Si mendoni se ndikon kjo marrëdhënie e vakët prind-fëmijë në ato pasojat psikosociale që mund të vinë si pasojë kësaj marrëdhënie? Po, këtu kemi të bëjmë edhe me një varësi, sepse fëmijët shumë lehtë mund të manipulohen, shumë lehtë mund të indoktrinohen. Ekzistojnë domethënë propaganda, ideologji, autoritetet ndryshme që mundohen me
si me thonë, me kamuflu edhe me kriju autoritete fiktive, edhe me vjedh besimin, vetëdijen e fëmijëve, edhe pastaj në momentin që e vjedhin edhe kanë dorë në dispozicion, ata shumë lehtë manipulojnë atë. Mirë po, një prind i përgjithshëm, një prind vigjilent ose vizionar, i aftë edhe inteligent për me dallu pacenueshmërinë e fëmijët, atëraj shumë lehtë ka me kriju një farë lloj varësie të shëndosh, psikologjike dhe kulturore në raport me fëmijën e tij. Pra fëmiu nuk guxon me pa askënd më autoritet se prindi. Pra prindi është, si me thonë, ka një rol të pazëvendësueshëm, të pakompensueshëm, edhe nuk mundet askush me u bë prind. Gjithë faktorët e tjerë në një farë forme kanë varësi nga roli që ka prindi. Tash ta imagjinojmë një situatë ku prindi ka investuar, por jo në mënyrë serioze tek fëmiu i tij, dhe këtë investim kthehet përmbys për shkak se ekziston një presion i madh shoqëror, një presion i madh medial, një presion i madh mjedisor që po e përmbyt këtë kontributin e prindit. Prandaj nëse kontributet janë serioze, besoj që këto nuk kanë gjasa me u përmbyt, edhe prindi do të konceptuohet gjithmonë si një autoritet i cili vendos rregullat lojës strikte të pakompromis, vendos për të ardhmen e fëmijët, edhe gjithmonë në, si me thonë, konform të drejtave të fëmijët. Pra nuk po flasim për cenimin e drejtave të tij, nuk po flasim për burgosjen ose izolimin e tij, nuk po flasim për asnjë diktate komuniste, diktatoriale ku fëmiu nënshtrohet ndaj çdo gjëje, por po flasim vetëm për parandalimin e rreziqeve, sepse ekziston një terren shumë i gjerë fleksibil, ku fëmiu ka shumë hapësirë me eksploru për ëndrat e tij, për, si me thonë, për dëshirat e tij, ambicet e tij, projeksionet e tij, dhe absolutisht roli i prindit këtu nuk e cënon. Na po flasim vetëm për rolin e prindit që i vë disa kufizime të cilat janë në favorin e fëmijët, edhe që nuk i lejojnë çdo rreziqe të jashtme me ndërhyrje dhe me aprish ëndrat, projeksionin, energjitë, që ky mundet mi përdor pozitivisht për të bërë një kuadër i mirë, një familjar i mirë, një profesionist i mirë, edhe thjesht me zhvillu atë sensin e humanizmit, sensin e profesionalizmit në shoqëri. Si ndikon e gjitha kjo në raportin e këtyre adoleshentëve në raport me bashkëmoshatarët e tyre? Pra në aspektin social. Po tash që njeriu është produkt i kulturës, i mjedisit dhe i shoqërisë, njeriu nuk është produkt i racës, por kjo do të thotë që ai pashmangshëm ka për të ndikuar edhe nga shoqëria e tij, edhe nga rreti i tij, edhe në rast se një fëmijë rritet në një frymë të dhunës, në një frymë të brutalitetit, në një frymë ku konfliktet zgjidhen me dhunë, me brutalitet, me forcë, me dominim, me pushtet, ku në shoqëri mbijeton i forti dhe jo i miri, jo i drejti, por mbijeton ai i cili ka forcë, i cili ka instrumente, i cili shantazhon, i cili kërcënon, edhe ata duhet me u identifiku me një autoritet të tillë, fiktiv, edhe i cili mundet me qenë një mafioz i vogël i ardhshëm potencial, i cili mund ta luajë rolin e një gangsteri ose të një mangupi, siç janë këto mitet ose emërtimet që ekzistojnë në shoqëri dhe që përdoren jashtëzakonisht shumë. Atëherë fëmiu këtu e ka rrëshqitjen më të madhe, edhe kjo rrëshqitje fatkeqësisht mundet me prodhu edhe një ortek të madh, shprehur kështu figurativisht, dhe ky ortek pastaj më e marr atë me vete dhe jo vetëm me amputu kështu, jo këmbët po flas për në aspektin psikologjik, me amputu të drejtën e të menduarit në mënyrë kritike, por thjesht edhe me mbyt komplet potencialin e tij edhe energjinë e tij. Kështu që në raport me shoqërinë, fëmijët duhet me kriju një farë mekanizmi kështu edhe të distancës, por edhe të besimit, edhe të vetdijes, edhe një farë filtrit holl me pas, mekanizmin e filtrimit, pra me filtru shoqet, me i shëshit, dhe me thonë, krejt ambicet e tyre, qëllimet e tyre, në raport me ne, pra me arrit me lexu karakterin e tyre, të fshehtën e tyre, personalitetin e tyre, se cilë është qëllimi, apo dojmë na fut me një cikël dhunës, i cili na krijon neve një biografi dhe një pasqyrë dhe një historik shumë të keq, dhe na krijon precedent penal, apo thjesht është një shoqëri e mirë e cila po na krijon vlera dhe mundësi të mëdha për mu realizu në shoqëri, për me kriju identitet, për me kriju profesion, për me kriju sukses. Pra është një farë filtri i holl këtu për fëmijët inteligjent që kanë një mbështetje morale dhe kanë një mbështetje shoqërore dhe institucionale, e përdorin këtë mekanizëm edhe shumë lehtë i filtrojnë gjeneratat rreth tyre dhe arrin mu pozicionu në rrugën e duhur. Pra pse jo, me pas një mekanizëm edhe të refuzimit të shoqërisë. Ne duhet me refuzu edhe me u distancu edhe thjesht me injoru shumë njerëz të cilët cilën ndaj neve në mënyrë destruktive, në mënyrë idiote, në mënyrë dhunshme, dhe kjo nuk duhet me na kompleksu, me na bëj inferior, por kundrazi ne duhet me qenë shumë
plotësuar dhe krenar kur ne arrijmë me filtru shoqërinë tonë. Cili është roli ynë si shoqëri për të parandaluar këto fenomene ose të mos i zhvillojmë gjenerat pas gjenerate sipas jush? Po, shoqëria ka përgjegjësi të madhe në raport me ne, tash ne gjithë jemi pjesë e shoqërisë, edhe elitat politike, edhe elitat kulturore, edhe elitat intelektuale, edhe ato mediale, pra gjithë kemi përgjegjësi, ne nuk mundemi asgjë me bërë në mënyrë të pavarur, në mënyrë vetmuar, pra nuk mundet një media me eduku një gjenerat, por është një cikël shumë i madh, ka shumë agent që janë kompleks edhe të varur mes veti. Për shembull, ne mund ta marrim një polic i cili është interesuar me kry punën e tij në mënyrë shumë serioze dhe profesionale, dhe ka fuqi, ka integritet, ka mekanizëm, mirë po nëse prapa ti nuk qëndron një sistem i fortë shtetëror, nuk ekziston një sistem i fortë i drejtësisë, pra prokurori, gjykatësi, inspektori policor, krejt këto hallka nuk e ndihmojnë një polis në kryen e detyrës, ai polis ndoshta teknikisht do ta kryj punën e vet, do ta zënë kriminal potencial në flagrant, do ta parandalojë një krim të caktuar, ose thjesht do ta arrestojë një person të caktuar, por në sistemin i drejtësisë do t'ia përmbys komplet punën, rezultatin këtij policie dhe do dështojë. Ose nëse një mësues i mirë, mësimdhënës i mirë arrin me përçu vlera të mira tek nxënësit, mirë po ato vlera përmbyten pastaj nga disa agent tjerë, për shembull qofshin ata medial, që e portretizojnë shkollën si një institucion demodé që i ka kalu koha, që prodhon klishe dhe që nuk kemi nevojë me u disiplinu prej tyre, ose thjesht prej një prindit pa përgjegjshëm i cili në farforme e ignoron edhe e ironizon rolin e mësimdhënësit. Atëherë tek fëmiu ka më kriju një narrativ që shiko, kjo qenë ju e rëndësishme, ju e vlefshme, edhe shumë thjesht ai refuzon një narrativ ose rolin, kontributin që jep një mësimdhënës ose një polic ose edhe një psikolog i caktuar, sepse këtu duhet me përmend që pa psikolog dhe pa sociolog shoqëria do të shtojë dhe ne kemi dështu faktikisht mi integru dhe mi përdor këto mekanizma, këto autoritete kulturore në shoqëri, pra shoqëria jonë merret me sociolog dhe psikolog vetëm kur ndodhin krimet, vetëm kur numërojmë pasuajt, vetëm kur vajtojmë ose çojmë have ose thjesht numërojmë statistika të vdekurve ose të rasteve të dhunës. Pra ne duhet me angazhu ata dhe mi përfshin shoqëri dhe thjesht psikologët dhe sociologët me qenë adresa e parë në çdo kontekst dhune, edhe para se të ndodhaj, edhe kur të krijohen rrethana, sepse në atë rast inteligjenca funksionon dhe ajo vepron. Ndërsa prandaj shoqëria këtu, domethënë është përgjegjëse, mirë po duhet me bashku gjitha forcat, gjitha instrumentet dhe përndryshe nëse funksionojmë të ndarë dhe me paragjykime për njëri tjetrin, atëherë thjesht këto këshilla dhe këto ide kanë me mbet vetëm farsë, kanë me mbet në letër dhe s'kanë mu implementu asnjëherë. A mendoni se pikërisht, meqense dhe e përmendët këshillimi nga psikologët, sociologët, qoftë të fëmijëve, të adoleshentëve, por qoftë edhe të prindërve që të jenë më pranë adoleshentëve, do ishte si një masë parandaluese ndaj dhunës dhe rasteve të tilla që të mos zhvillohen më? Po, gjithsesi, për arsye se fillimisht vetë prindi duhet me asharu fëmijët të tij, që në vezdi, që në moshë të hershme, se kush është psikologu, pra çfarë autoriteti dhe çfarë roli dhe çfarë profesionisti është psikologu. Sepse ekziston një farë paragjykimi edhe një parmiti që tek psikologu shkojnë vetëm njerëzit që kanë probleme shëndetit mendor, njerëzit psikopat, edhe ata nuk janë diçka në rregull dhe kjo i bën mundi njerëzit ose gjenerata të reja interior përballë një psikologu. Sepse përjetojmë psikologën si një autoritet, kështu te i cili shkohet vetëm kur kiç rregullime të mëdha, edhe jo psikologu si një profesionist i shëndetit mendor, ose sociologu si një profesionist i shëndetit shoqëror, ku trajton probleme edhe ku trajton dukuri negative, pra konsulenca dhe komunikimi i vazhdueshëm me psikolog dhe me sociolog mu pasi diçka normale. Është thjesht normale, është thjesht pjesë e shoqërisë. Psikologu është sikurse mjeku, sociologu është sikurse mjeku, gjithë janë profesionistë, sikurse polici ose cili do autoritet ose profil në shoqëri, pra nuk ka këtu domethënë konceptimi që psikologu është një autoritet i cili neve na vën bisfat, edhe i cili neve na shes si viktima, edhe i cili na shes neve si njerëz të pabarabartë në shoqëri, pastaj na bën mundi inferior përballë tjerëve, sepse kanë na gjyku të tjerë dhe kanë na thonë që ti je pacient, ti je psikologu, ti nuk je barabartë, edhe këtu tani fillon ajo thyrja emocionale, domethënë nëse ekziston një të tilla i duhet më u kthy.
dhe thyrën më të madhe e bën vetë prindi, kur ja shpjegon fëmijës që komunikimi me psikologun është si komunikimi me prindin, dhe si komunikimi me çdo autoritet tjetër në shoqëri. Dhe ata janë produkt të shoqërisë, janë përfaqësojnë ata, janë të autorizuar nga shteti, kanë kualifikime akademike, edhe thjesht janë për të mirën tonë, edhe vetë psikologët karrierë mund të kenë probleme, edhe ata këshillohen mes veti, pra është diçka tërësisht normale, tërësisht brenda një fryme, brenda një protokolli, brenda një rregulli, domethënë nuk është diçka jashtëzakonshme, dhe fëmijët dalë nga dalë fillon me perceptu psikologun, sociologun ose çfarë do autoriteti në shoqëri dhe fillon me komunikim me ta lirshëm, me u rrëfy, me paraqit problemet, edhe thjesht e krijon besimin tek ai psikolog, sepse shumë fëmijë shkojnë tek psikologët me barriera psikologjike, me barriera emocionale dhe nuk e përjeton si adresën më adekuate të rrëfimit dhe ai mbyllet, hermetizohet, barrikadohet edhe nuk hapet. Prandaj edhe psikologu ka këtu një sfidë si më arrit me shti një fëmijë me u rrëfy. Prandaj ekziston një farë hendeku këtu dhe ky hendek mundet me u thy vetëm në rast se shkolla arrin me kriju, me qartësu, me kristalizu rolin e sociologëve dhe psikologëve dhe po ashtu edhe familja. Dhe në këtë rast kur edhe mediat e kanë një rol në këtë rast, kur arrin me ofru fëmijëve dhe materiale edukative, këshilluese nga sociologët dhe psikologët, dhe ku kombinohen këta tre faktorë, besoj që s'ka me ekzistuar asnjë hendek. Dhe ne të paktën si media po mundohemi që ta bëjmë atë punën tonë duke u munduar gjatë gjithë kohës që të bëjmë thirrje që të ndërgjegjësohemi si shoqëri dhe që dhuna asnjëherë nuk është diçka që duhet të praktikohet dhe nuk është zgjedhje asnjëherë. Ne ju falenderojmë shumë për të gjitha këto informacione dhe këto këshilla dhe shpresojmë që të kemi ndikuar sadopak tek të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Shpresojmë edhe unë falenderoj shumë gjithë shikuesve të televizionit Alsatmo dhe faleminderit edhe një herë për mundësinë e paraqitjes dhe diskutimit. Besoj që këto probleme dhe këto ide që i trajtuam janë prezente në çdo shoqëri me disa dallime të vogla, por besoj që ju shërbejnë gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.